Sheshi qendror i fshatit Dervician, Konstantinos Mitsotakis, për të tretin vit radhas i kumëzhite nga muzika popullore tradicionale e zonave të ndryshme, nga Shqipëria dhe Greqia, si dhe shembullojnë nga veshjet karakteristike të rreth 300 valltarëve, këngëtarëve dhe instrumentistëve, që interpretuan në këtë takim të madh folklorik. Ftesës për të marrë pjesë në edicionin e 3 të festivalit folklorik Moçor në fshatin tim, janë përgjigjur 11 grupe folklorike. 11 grupe të ardhur nga Greqia, grupe që përfaqësojnë folklorin e minoritetit etnik grek, por edhe grupe nga Shqipëria, nga rajone i jugut, nga prefektura e Gjirokastrës. Natyrisht, aktiviteti shoqatës kulturore Dropulli Moçor në fshatin tënd, i mbështetur financiarisht nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë dhe në kujdesin e trupit diplomatik të Greqisë dhe vendin tonë, promovon 41 fshatra dhe 3 institute administrative të Dropullit dhe Pogonit. Filluan mblidhen në çdo fshat të Dropullit nga të gjitha zonat dhe nga Shqipëria apo dhe nga Greqia shoqata kulturore dhe kjo na mbështet trashëgimin tonë kulturore në Dropull. Sot ndodhemi në fshatin Dervician, në sheshin Konstantinos Mitsotakis dhe zhvillohet festivali nga shoqata kulturore e Dropullit. A do të ketë aktivitete të tjera gjatë këtij muaji, por edhe gjatë muajit gusht në fshatra të tjera të Dropullit dhe Pogonit? Gjatë këtij muaji do ketë dhe aktivitete të tjera, po nga fillimi i gushtit fillon pothuajse në çdo fshat të Dropullit që ka aktivitete kulturore. Dhe festat që festojmë neve çdo gusht në bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit. Në këtë aktivitet folklorik interpretuan 4 grupe folklorike nga minoriteti etnik grek, ndër të cilët edhe legjendat e këngës polifonike Zonja të Selos. Është një vendiment shumë i lartë për gjithë vendin e tonë, për gjithë Dropullin. Ja vlen sepse këtu vinë edhe grupe nga jashtë shtetit, bëhet një festival shumë i bukur dhe uroj që të vazhdoj çdo vit dhe të ketë dhe grupe sa më shumë. Juve, a do të merrni pjesë në aktivitete të tjera që do të zhvillohen gjatë kolikut dhe gushtit, grupi juaj? Besoj se do marrim pjesë, akoma me kënaqësi të madhe, sepse e duam këngën, e duam vendin ton, i duam të tregojmë historinë e vendit ton. 4 grupe folklorike të minoritetit etnik grek, 7 grupe të ardhur nga zonat e Greqisë, si dhe Asambli Folklorik Libova, krijuan një atmosferë festive dhe vllazërore deri në orët e vona të mbrëmjes.